E pyetur se pse Ministria e Financave ka dhënë përgjigje negative për rreth 50 punonjës në klinikën e fëmijëve, të cilët pohojnë se nga janari nuk kanë marrë paga dhe janë pa status të rregulluar, ministra Gordana Dimitrievska Koçovska tha se të dhënat rreth kësaj çështje nuk janë dhënë të sakta. Sipas saj, vitin e kaluar kur janë kërkuar pëlqime për kontrata mbi vepër, në të njëjtën kohë është dhënë pëlqime dhe për punësimin e 38 personave me kohë të pacaktuar. Pra, sipas saj, ministria nuk ka refuzuar pëlqime për mjek dhe personel mjekësor. Moram isto така да истакнам, бев толерантна речиси еден месец, дека кога станува збор за согласностите за вработување, не станува збор за вработување на доктори и медицински персонал. И тоа, ако го прашате директорот, нека ги извади согласностите да видиме дали од Министерството за финансии до сега бил одбиен за доктори и медицински персонал, дури и унапредувања имаат. Во изминатата година многу напредување има, посебно има за доктори. Sipas ministres, për personelin teknik, punësimet duhet të bëhen sipas mundësisë financiare që ka institucioni, duke hedhur kështu fajin drejtorit të klinikës. За овој случај, да речеме, половина година да помине, они излезат на протест, за јавноста да дознае дека за 50 луѓе работат буквално без пари. А тврдењето од директорот е дека тие се неопходни за нормално функционирање на болницата. Мислам дека ова прашање треба да го одговори директорот на болницата и како тие луѓе доаѓале на работа, при тоа немале договори. Јас не познавам некој таков да отиде на работа да нема договор. Прашате го директорот, треба тој да ви одговори на ова прашање. Po drejtori i klinikës Recep Mehmeti, në një përgjigje për Televizion 21, tha se institucioni ka planifikuar buxhet për punësime dhe angazhime me kontratë në vepër, ndërsa Ministria e Financave vitin e kaluar ka dhënë pëlqime për këto angazhime në bazë të kërkesës së klinikës. Sipas tij, me të njëjtin planifikim buxhetor, Ministria në vitin 2025 i dha klinikës pëlqime për angazhim të punëtorëve me kontratë në vepër në bazë të kërkesës së klinikës. Në dhjetor 2025, sipas Mehmetit, bashkë me kërkesën për vazhdimin e këtyre pëlqimeve për vitin 2026, klinika ka dorëzuar edhe tabel adekuate, formular ku është shënuar sakt buxheti i duhur për këto punësime dhe buxheti të cilin klinika e posedon për pagesën e rrogave. Më 22 prill 2026, klinika e fëmijëve ka pranuar përgjigjen zyrtare negative lidhur me kërkesën e dërguar në dhjetor 2025 për vazhdimin e pëlqimeve për punëtorët me kontrata. Nga ajo ditë, punëtorët janë informuar se nuk do të kenë kontrata për shkak se nuk ka pëlqime nga Ministria e Financave dhe ata nuk vinë në punë. Mungesa e këtyre punëtorëve ne vështirëson seriozisht punën në klinikë. Mehmeti po ashtu sqaroi se nga 50 punonjësit që ishin me kontrata, 23 janë personel mjekësor, 18 infermiere, 4 laborant dhe 1 biolog, edhe të tjerët administrator dhe personel teknik.